se keni ardhur në këtë takim, ju uroj mirëseardhjen kryeministrit, i vetmi burr në këtë sallë të jashtëzakonshme. Mirënjohje për gjithë secilën prej jush për kontributin që ndër vite jepnin Partinë Socialiste dhe për fitoret e njëpasnjëshme që kemi pasur së bashku. Mirënjohje. Ne vim nga një ditë gjatë pune me kryeministrin, ku kemi pasur mundësinë të shikojmë shumë kantiere të cilat po transformojnë qytetin tonë, por të gjitha ne jemi dëshmitare dhe protagoniste të transformimeve që kanë mësuar qytetet tona, transformimeve që ka mësuar Durrësi, Shijaku dhe Kruja. 100 shkolla të reja ndërtuar në një dekadë të Partisë Socialiste dhe të drejtimit e Edi Ramës, ku sot 33.000 nxënës dhe gati 2.000 mësues shkojnë në shkolla, në kushte të reja dhe në institucione moderne dhe kryejnë procesin e tyre mësimor. Nga ana tjetër kemi ndërtuar qendra shëndetësore, kemi rehabilituar qendra shëndetësore në të gjitha njësitë administrative, kemi ndërtuar qendra ku japim shërbim për gratë dhe vajzat në nevojë, kemi ndërtuar çdo rrugë të qytetit të Durrësit, të qytetit Shijakut dhe qytetit të Krujës. Kemi ndërtuar qindra shtëpi, mira shtëpi për ata që i humbën nga tërmeti i vitit 2019. Qarku ynë ka hapur një kapitull shumë të rëndësishëm në transformimin dhe ndryshimet që po vinë falë mbështetjes që ne kemi pasur nga Edi Rama. Infrastruktura moderne hekurudhore, infrastruktura moderne portuale kanë hapur një kapitull të ri për zhvillimin ekonomik qytetit dhe për zhvillimin e turizmit në gjitha qytetet tona. Por, të dashura, motra, nëna, vajza, unë sot dua t'ju flas si një nën dhe si një grua, jo sekretarja e bashkisë. Unë kërkoj mbështetjen tuaj për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën për një projekt më të madh se sa këto që kemi bërë deri sot. Për një projekt historik, i cili është ai i Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Për të drejta dhe liri të barabarta për gjithë fëmijët tanë kudo që janë. Kështu që ne këtë garë e nisim me fitues si 8 mandate dhe në datë 11 maj të gjitha si që jemi kështu bashkë sot, por edhe më tepër të trokasim këto 3 javë që kanë mbetur në çdo derë për të kërkuar mandatin e 9 për Partinë Socialiste në qarkun e Durrësit. Dhe sigurisht për të pasur këtë fitore duhet një ekip grash dhe vajzash fantastike, ashtu siç ne i kemi, një pjesë prej tyre kanë tashmë një trashëgimi edhe kanë një dije të cilën do t'ja përcjellin patjetër dhe kandidatëve të reja dhe brezit të ri. Një pjesë vinë si propozimet e Partisë Socialiste dhe një pjesë tjetër janë gratë të reja të cilat kanë besuar tek Partia Socialiste dhe kanë ardhur midis nesh nëpërmjet platformës Deputeti që duam. Unë dua t'i ftoj të gjithën një nga një dhe shkurtimisht një fjalë përshëndetse për gjithë ju që jeni sot në këtë takim. Atëherë, po e filloj me Klodiana Spahiun, doktoreshën tonë të zemrës. Faleminderit shumë, fakt është një moment shumë emocionues, sepse kur ju shikon ju të gjithave kaq të bukura, nuk mundesh kurse si mos emocionohesh. Po kjo e ka një arsye të fortë pse jemi sot më shumë se sa 2 vite më parë. Pse jemi sot më të bukura se 2 vite më parë. Ka një arsye shumë të fortë në fakt që ma thanë teksa po hyja gratë dhe nënat që mu lutën ta falenderojmë Edi Ramën sepse nuk na kthyen shpinën, po sot kemi çelcat e shtëpisë. Dhe më mbushën syt me lot, se nuk e kisha menduar asnjëherë që njeriu nuk ta harron kurrë nderin që i bën, nuk harron kurrë që nuk ja kthen kurrizin. Sot në fakt ne gratë e Durrësit, të Shijakut, të Krujës, na takon që të krenohemi, edhe e di pse krenohemi, sepse jemi të super vlerësuara në të gjitha drejtimet, në të gjitha fushat që përfaqësojmë. Kemi mësueset më të mirë paguara, kemi shkolla të rindërtuara dhe të ndërtuara të reja.
Kemi sistemin e biznesit që drejtohen nga gratë të nderuara, të Durrësit, Shiakut, Krujës. Kemi doktoreshat, kemi profesoreshat në universitet, kemi gjithë shka dhe për këtë jemi shumë të nderuara, por mbi të gjitha, kemi dhe diçka që se kemi pasur kur, kryetarën e bashkisë. Tani ne nuk kemi bërë të harru ndonjëherë të utën e Ilirisë. Asnjëherë, sepse ajo ishte mbretëresha që e mbrojti të gjithë zonën. Dhe ne do të jemi fanar për të gjithë Ballkanin. Tjenit sigurt, projektet që përmendje Ani janë vetëm fillimi i një rruge që do të jetë e ardhmja e këtij vendi. Por, pa mbështetjen e të gjitha neve, kjo nuk do të realizohet dot. Unë e kam filluar eksperiencën time në 2009 në Partinë Socialiste dhe atëherë ne kemi qenë me 5 mandate si Parti Socialiste. Erdhëm duke u rritur në 10 palë zgjedhje, jemi rritur, u rrita dhe unë, tash i s'rritem më se po plaken, por në fakt jemi me 8 mandate dhe luftojmë për mandatin e 9. Mandatin e 9 qarku të Durrësit do t'ja japin vetëm gratë dhe vajzat të cilat nuk do të pushojnë këto 3 javë. Faleminderit gjithave nga zemra që na keni mbështetur kaq fort dhe faleminderit për besimin që keni te Partia Socialiste dhe mbi të gjitha te Edi Rama. Tani duat ftoj një dursake tjetër, dursaken ton Milva Ekonomi, një personalitet të cilin kemi sërish kënaqësi. Ta kemi midis nesh, Milva. Faleminderit shumë, mirë se ju kam gjetë. I dashur kryeministër, gratë e Durrësit, të Krujës dhe të Shiakut kanë qenë dhe ndombesin gjithmonë mbështetëset e tua më të mira. Dhe kjo ka një arsye, sepse dhe tani që po vjen 11 maj, ne e dim shumë mirë që vota do shkoj për numrin 5. Dhe e dim aq mirë se vetëm me Partinë Socialiste dhe me Edi Ramën bëjmë punët e mëdha. Por e dim shumë mirë që përpjekja jonë është dhe për të bindur të tjera shoqe dhe motra dhe mike, që mos e çojnë votën dëm, mos e hedhin kot, mos e çojnë në kënet. Dhe këtë e bëjmë sepse, siç thot dhe Papa Francesku, ne gratë kemi një aftësi të mrekullueshme për të ndryshuar mendjet, për të parë te gratë e tjera bukurinë e madhe të zemrës dhe për të bërë transformime. Ne e dim shumë mirë në gratë tu që kur Partia Socialiste dhe Edi Rama thonë diçka ja dalin, ja dolën për tërmetin. Ne sot kemi të gjithë në Krujë, në Durrës dhe në Shiak shtëpi të reja të rindërtuara. Kemi shkolla me standarde ndërkombëtare ku mësojnë fëmijët tanë, me mësues që paguhen më mirë dhe me laboratore digjitale që si kishim parë ndonjëherë. Ama e gjitha kjo u bë e mundur fal për kushtimit Partisë Socialiste dhe Edi Ramës që të kishim këtë transformim. Por ajo që dim shumë mirë, ne gratë këtu e dim që këto që kemi arritur duhet të mbrohen dhe të sigurohen. Dhe ne kemi arritur shumë në integrim, në ekonomi, në mirëqenie, por e dim shumë mirë që pa Bashkimin Evropian dhe futjen në Bashkimin Evropian, këto që kemi arritur nuk mbrohen dhe nuk sigurohen dot. Dhe vlerat demokratike të shoqërisë sonë nuk zhvillohen më tej, liritë e individit nuk zhvillohen më tej. Prandaj jemi të bindura se numri 5 është numri që na çon në Bashkimin Evropian. Ajo që kemi parë tjetër për ne të gjitha zonjat që jemi këtu në këtë pallat sot është puna e palodhur që bëm për të gjithë bashkombasit tanë që jetojnë jashtë Durrësit. Vota e emigrantëve ishte votë për herë të parë dhe në këtë punë të madhe të drejtuar nga Ani, ne kuptuam diçka shumë të rëndësishme. Shpejtësia me të cilën Shqipëria do të shkojë drejt Bashkimit Evropian është një Shqipëri që na duhet për fëmijët tanë, është një Shqipëri që na duhet
për të bërë aftë për më shumë edukim me cilësi dhe për më shumë punësim të denjë. Prandaj rrugtimi ynë europian është një rrugtim që udhëhiqet vetëm nga Partia Socialiste dhe Edi Rama. Dhe ne do të punojmë jo vetëm për 8 mandate, po për 9 mandate. Numri 5 në 11 maj dhe na vaft mbar shoqe e mike e motra. Faleminderit, dua të ftoj një vajzë tjetër e cila mban aktualisht një mandat në zonën e Dibrës. Kishim shumë familje veriore, verilindore të cilët kanë zgjedhur Durrësin për të ndërtuar jetën e tyre dhe donim një vajzë nga Dibra që ta vazhdonte përfaqësimin e tyre në qarkun e Durrësit, Aurora Mara. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryeministësh, kënaqësi t'ju kemi mes nesh sot. Të dashura zonja, të guximshme, palodhurat, vendosurat, përkushtuara, gratë janë zemra pulsante e shoqërisë tonë. Çdo ditë, me forcë, talent, përkushtim ato ndërtojnë, inovojnë dhe frymëzojnë. Të jesh grua është kaq panitse, është një aventurë që kërkon shumë kurajo, është sfidë që nuk mërzitet kurrë. Edhe pse në fund të fundit do t'ju duhet luftoni për të provuar se brenda trupit tuaj, të lëmuar dhe trumbullakët, ka një inteligjencë që vërtet për të dëgjuar. Gratë janë pjesa më e rëndësishme e shoqërisë. Ato me dashuri dhe përkthjelje rrisin një brez të shëndosh. Ndaj Partia Socialiste është e fokusuar në kujdesin ndaj gruas, mbrojtjes ndaj saj, fuqizimit, emancipimit, mbështetjes. Si forcë politike, angazhimi ynë është që çdo grua të ketë mundësinë të jetë protagoniste në çdo sektor të jetës pa pengesa. Shifrat flasin vetë. Punësimi grave ka arritur nivelet larta. Gratë janë kudo, janë në administrat, në nivele drejtuese, në parlament, në qeveri, një rezultat shumë i rëndësishëm. Por ne e dim se mbetet shumë për të bërë për barazi të plot në çdo fushë. Ne do vazhdojmë punojmë për të krijuar mundësi që lejon çdo grua të shpreh potencialin e saj në maksimum, pa kufi, pa barriera. Ne do vazhdojmë punojmë për një Durrës më modern dhe një Shqipëri europiane. Të dashura zonja të nderuara, duke ju uruar suksese në punë, ashtu si dhe në jetën private, kërkojmë mbështetjen tuaj për ta maksimizuar votën e Partisë Socialiste në qarkun Durrës dhe për të shkuar kokë-lart drejt 11 majit. Fitore, fitore, fitore. Faleminderit gjithave. Atëherë ne në qarkun e Durrësit, në listën e kandidatëve, kemi gati 50% gra dhe vajza të cilët na përfaqësojnë në këtë listë dhe përveç zonjave që unë kam këtu, të cilët kanë historikun dhe kanë dhe angazhimin e tyre tashmë në kuvendin aktual, ne do të kemi pjesë të listës së hapur dhe 4 gra të tjera të cilat i ftoj të bashkohen këtu: Etleva Budini, Dorina Laçi, Entela Hoxha, Jona Osmani. Shumë faleminderit, vajza, nga një përshëndetje të shkurtër. Përshëndetje. Të dashura gra dhe vajza, të dashura mike, se kam shumë mike mbështetëse këtu sot, i nderuar kryeministër, i nderuar kryetare, të dashura kandidate dhe deputete, sot jam këtu para jush, jo vetëm si kandidate, po jam si njëra prej jush. E kam qenë si pjesëtare këtu në këtë pallat sportit me 10 herë, e kam filluar duke u ulur nga aty lart, kam zbritur dal nga dal dhe sot jam në një rjesht me kryeministrin dhe me të nderuarat kryetaren dhe deputetet dhe kandidatet. Në fakt, vi sot edhe si bie e Durrësit, e qytetit tim të dashur, e qytetit të grave të forta, që dua ta theksoj këtë, e atyre grave që e përjetuan dhe e kaluan me dinjitet të gjithë atë tmerr të tërmetit të 2019-s, dhe njëkohësisht dhe pasojat e pandemisë, dhe su ankuan asnjëherë, e përjetuan me dinjitet dhe pa u ankuar asnjëherë.
Unë jam këtu jo vetëm si kandidate, jam si kandidate dhe boshti i kandidimit tim sigurisht që është programi i Partisë Socialiste Shqipëria 2030. Por jam këtu se mendoj që politika ka shpirt. Dhe këtë shpirt ditë japim vetëm ne gratë dhe vajzat. Kështu që edhe një herë, krahas zonjave të tjera, ju bëj thirrje që në datën 11 maj të votojmë numrin 5, të votojmë për Shqipërinë evropiane dhe për ëndrrën tonë kolektive, pasaportën evropiane. Faleminderit gjithave. Përshëndetje gjithave, të nderuara nëna, gra, vajza, të nderuara femrat e mrekullueshme të Bashkisë Krujë. Faleminderit që jeni prezent sot këtu. Thirrja ime shkon për të gjithë ju që sot jeni në këtë sallë, të votojmë numrin 5, Partinë Socialiste, e cila është e vetmja forcë që vepron me vepra, jo me fjalë, që zëri jon të dëgjohet dhe të shkojmë drejt Shqipërisë Evropiane. Na prift të mbara. Përshëndetje të gjithëve. Unë sot nuk isha përgatitur për një fjalim, po do them vetëm 3 fjali që mendoj që do kenë vlerë. Kam veshur këtë t-shirt sot edhe është një dorë me shumë ngjyra. Dhe këto ngjyra, sinqerisht, për mua, që është për herë të parë që unë jam pjesë e kësaj skuadre, është shumë e bukur. Më kujtohet vetëm një shprehje shumë e bukur, që thot, bëu diell dhe të gjithë do të shohin, edhe unë mendoj që ju jeni gjithë dije sot dhe gjithë dukeni, po sigurisht me këto ngjyra dhe me këtë dorë që patjetër që duhet ta vlerësojmë shumë. Votoni Partinë Socialiste. Këtu në sallë patjetër, por gjithë ata që na dëgjojnë, duhet kemi shumë besim te kjo parti. Unë e parapata dhe jam shumë e lumtur për këtë. Faleminderit shumë për gjithë besimin tuaj. Përshëndetje, gra dhe vajza të qytetit Durrësit, të Bashkisë Krujë dhe të Bashkisë Shijak. Jam shumë e nderuar që jam këtu sot, pjesë e një grupi me zonja shumë të nderuara që kanë pasur kontribute të jashtëzakonshme në Partinë Socialiste, por edhe në qytet si profesioniste. Sot që ju shoh kështu sot, kaq të bukura, kaq të forta dhe kaq të bashkuara, jam shpresplot se Durrësi do të di që dhe kësaj radhe të bëjmë rrugtimin e duhur për Shqipërinë Evropiane, për Shqipërinë që është e denjë për fëmijët tanë. Unë kam pranuar të jem pjesë e këtij ekipi me në krye Edi Ramën, sepse ai gjithmonë ka besuar te gratë, ka besuar te zonjat, i ka dhënë atyre mundësim për të përfaqësuar ministritë më të rëndësishme, por gjithashtu kemi marrë një sër vendimesh për barazinë gjinore, për mbrojtjen sociale, ndaj nuk mund të lëv pa e falendëruar. Sot që flas si kandidate dhe si një nënë e re, jam shpresplot që Partia Socialiste dhe Durrësi do të marrin mandatin e 9 bashkë me fuqinë e gjitha grave dhe vajzave. Faleminderit. Faleminderit gjithave nga zemra, kështu siç jemi këto 20 ditë që kanë mbetur, le të trokasim në çdo derë, në çdo lagje, në çdo rrugë dhe të kërkojmë vot për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për pasaportën europiane të fëmijëve tanë, të gjithë shqiptarëve kudo janë, dhe të marrin mandatin e 9 për qarkun e Durrësit. Faleminderit, fitore që të gjithave. Kam kënaqësi që të ftoj këtu midis nesh kryeministrin Edi Rama. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjithave. Është absolutisht kënaqësi e posaçme që të jem këtu bashkë me të gjitha ju. Absolutisht i vetmi burr me sa shoh, Ani, jo qeka dhe një tjetër me kapele aty për mos marrë mësysh.
më vjen shumë mirë dhe dua ta përsëris edhe këtu atë që e kam thënë edhe në takimet e mëparshme, që kur shoh këtë pjesëmarrje, kur shoh këto plasi syri keq. Plasi. Tani kam shumë besim që mandatin 9 u mor. Po sa me sy të keq na shofin, sa moramon, sa plasën nga inati, nga zilia, nga xhelozia, nuk e di. Plasën. Dhe sa më shumë na marrin inat ne, aq më shumë zhyten. Megjithatë ne nuk jemi këtu për të zhyt tjerët, ne jemi këtu për të ngritë më lart Shqipërinë. Dhe po thosha që edhe këtu më kujtohet kur e kemi nis këtë rrugë, Partia Socialiste e Durrësit dominoi nga burrat, nga djemt, kishte shumë pak gra, Natasha Paço edhe disa të tjera, shumë pak. Patjetër që kishte plot gra dhe vajza që votonin, por nuk ishin pjesë e organizimit, nuk ishin në hapësirën ku bëheshin diskutimet, ku merreshin vendimet. Dhe po më thoshte dikush, s'më thoshte mua, po komentonte, thoshte, po që ke këto, Shqipëria është grua, Tirana është grua, Europa është grua, po kur shkosh në Durrës, thoshte, qa do thush? Qa do thush kur shkosh në Durrës? Ja pa po ja them unë tani, qa do them, Durrësi është burr, pa ma drejtohet nga i grua. Edhe drejtohet nga një grua që unë e kam shumë shoqe, edhe që jam shumë krenar për të, jam shumë krenar për punën që bën, jam shumë krenar për urtësinë edhe për kushtimin me cilën e bën punën, pa bërë zhurmë, pa u ndjerë me shumë fjalë, por ama është kudo, në çdo cep, dhe sa herë që më vjen një mesazh nga, siç më vijnë mesazhe nga lloj-lloj numrash, nga lloj-lloj vendesh dhe ja çoj, me i herë Kurani përgjigjet, asnjëherë nuk kapet gafil, di çdo metër katror të gjithë kësaj bashkie të madhe, di ku janë rrugët që kanë akoma probleme, di ku janë pikat që kanë akoma nevojë për ndërhyrje, me eksaktësi po ju them. Po, e di, është kjo këtu, po, është atje, po, këtu, do bëjmë investimin atje, kemi planifikuar. Kudo. Edhe, faktikisht, Ani është një kryetare bashkie që e krijoi tërmeti, doli nga tërmeti, sepse tërmeti ishte një katastrofë e madhe, ju e mbani mend shumë mirë, ju e keni jetu vetë edhe fizikisht, atë ankthin e tmerrshëm të jo vetëm një nate, plus edhe shqetësimin e jashtëzakonshëm për ato pamje e për shumë familje që ngelen pa shtëpi. Dhe Ani u gjend aty në bashki dhe mori detyrën dhe me shumë qetësi, se është edhe shumë e qetë, nuk e dia do ta shoh ndonjëherë që të nxehet, edhe pak nga pak i bëm gjërat dhe pak nga pak filluam t'i hapim dyert e shtëpive të reja, filluam të hapim dyert e apartamenteve të restauruara, të rindërtuara. Dhe faktikisht sot kemi ende disa
për të sistemuar, por ama jemi shumë të lehtësuar sepse është krejt një lagje e re. Lagja Rilindja, e cila është gati dhe jemi duke punuar me anin për gjithë pjesën jashtë, për parqet, për ndriçimin, për të gjitha që t'jetë vërtet një lagje rezidenciale shumë e bukur për Durrësin e ri. Dëgjoja një nga ta qyrykët që thoshte, po ç'është kjo histori me këta socialistët? Prap du me marrë mandatin këta? E prap po e marrim duket, thoshte. Se nuk e di se si e bëjmë këtë punë. Krijon Edi Rama, thoshte pralla. Ja, si që bërë herës tjetër, fituam 3 luftra, fituam luftën me tërmetin, fituam luftën me Covidin, fituam luftën me Rusin, thoshte ky, qyryku. Në fakt, po të kthehesh mbrapa dhe të mendosh, vetëm kaq, që nëse nuk do ishim ne në qeveri, po do ishte Këneta me Bufin, sot harroheni se njerëzit do kishin marrë shtëpi të reja. Harrohen. Ata kanë vënë prova për këto. Nëse nuk do ishim ne në qeveri, do ishte Këneta me Bufin, që e lanë Shqipërinë pa asnjë, jo spital, po pa asnjë pavion spitali që të meritoj të quhet i tillë. Imagjinoni çfarë do bëj me Covidin. Parafituroheni çfarë do bëj me Covidin. Dhe natyrisht ne nuk dolëm në luftë me Rusin, por ama çfarë ndodhi atje, dhe çfarë ndodh atje, po për një periudhë kur u godit shumë rënd gjithë sistemi i furnizimit me energji, ne bëm atë që jo vetëm nuk e rritëm një qindar çmimin e energjisë, po e kapërcyem atë krizë dhe jemi vetmi vend në rajon, se në Europë s'bëhet fjalë, Europa ka të tjera situata, që kemi ulur çmimin e energjisë me 10.5%. Dhe ndërkohë ja ku është Durrësi, i cili sot është një kantier që vazhdon me projekte nga veriu në jug, nga lidhja në perëndim e qytetit. Vetëm sot nga mëngjesi kemi parë 4, 5, 6 kantiere, ka edhe të tjerë plot që do të vazhdojnë, dhe siç ju kam premtuar, kur kemi marrë mandatin e tretë, ju kam thënë që do ta mbështesim Durrësin dhe do të bëjmë në Durrës më shumë se në të gjitha ato mandate më parë, dhe po të shikosh shifrat përjashto tërmetin që ishte një anomali, po të shikosh shifrat, kështu ka ndodhur vërtet. Dhe dua ta them këtu sot, sepse Durrësi është një nga qytetet që e ka pas gjithmonë problem ujin e pishëm, dhe historikisht, jo në kohën e tranzicionit më parë, po edhe në kohën e komunizmit nuk ka pas kur ujë, 24 orë, e ka pas gjithmonë ujin me orar, e ka pas gjithmonë me probleme, e ka pas zona të tëra që s'kishte ujë fare. Dhe sot ne jemi në Bashkinë e Durrësit me nivelin më të mirë të furnizimit me ujë, kemi zona me 24 orë ujë dhe me investimin përfundimtar që do të bëjmë, që janë firmosur të tëra, janë bërgati të tëra projekte e kështu me radhë me agjencinë franceze për zhvillim, ne do ta përmbyllim në mandatin e 4 edhe këtë problematik, dhe Durrësi nuk do ketë më fare asnjë problem me ujin e pishëm, jo në disa zona, po askund. Tani mund të flas për këto, ka plot për të folur, të jeni të sigurta që çfarë kemi në plan me anin është vërtet
një transformim i madh ku gjërat e bëra, gjërat që po bëhen, gjërat që do të bëhen, të gjitha së bashku do krijojnë një ansambël që do ta bëjnë Durrësin një port vërtet dinjitoze të Shqipërisë në mesdhe, por sot duhet përqendrohem tek diçka më e madhe se sa Durrësi. Tek diçka më e madhe se Durrësi, më e madhe se të gjitha këto problematika që janë shumë të rëndësishme. Po kjo diçka është më e madhe eksaktësisht për faktin se nëse ne kuptojmë si duhet këtë diçkan më të madhe dhe këto problematikat e tjera trajtohen dhe zgjidhen më kollaj. Kjo diçka e madhe është 11 maj. Ne kemi qenë së bashku në shumë zgjedhje tani më. Këto janë zgjedhjet e radhës, por në një kuptim nuk janë zgjedhjet të radhës. Sepse në këto zgjedhje nuk do të jetë si zakonisht që shkojnë njerëzit dhe votojnë midis 2, 3, 4, 5, 6 partive, votojnë se kush mund ta bëjë më mirë këtë dhe atë. Këto zgjedhje, ne shqiptarët, jo ne socialistët, ne shqiptarët do të bëjmë një takim me historinë tonë. Sepse fati ynë e ka dashur që ne të gjendemi në vendin e dur dhe në kohën e dur, në raport me historinë, në raport me fatin e europian të shqiptarëve, në raport me profecinë e Gjergj Kastriotit, i cili kur u bë mburoj Europës, na përcaktoi ne të gjithë nipërve e stërnipërve të tij drejtimin. Dhe pastaj me radhë të gjithë të tjerët atë drejtim e kthyen në amanet. Dhe sot ne kemi mundësinë që ta përmbushim amanetin për një arsye. Për një arsye, sepse befasisht është përputhur fati ynë europian, do me thënë dëshira jonë, vullneti ynë, vendosmëria jonë që të hymë në familjen e Bashkimit Evropian, me dëshirën, por edhe me vullnetin e tyre. Ata gjithmonë na kanë thënë, ju i keni dëgjuar, një ditë ju do jeni në Bashkimin Evropian, perspektiva juaj është Bashkimi Evropian, vendi juaj është Bashkimi Evropian, ne do ju mbështesim, do ju mikpresim, por ndërkohë juve aq shumë na kanë thënë sa në moment caktuara u bë si ai horizonti i kuq i komunizmit që thoshte një ditë ne do ha me luk floriri, po ndërkohë sepse Bashkimi Evropian është një familje e madhe, është një shtëpi e madhe, një shtëpi e pasur që funksionon kështu. Nuk e mban derën hapur në çdo moment. Dhe nuk e hap derën thjesht se ti ke nevojë apo thjesht se ti ke dëshirë të hysh dhe të bësh pjesë e asaj shtëpie. Bashkimi Evropian e hap derën kur ti je gati që të hysh në atë shtëpi, por kur ata që janë brenda janë gati të fusin në atë shtëpi. Dhe prandaj ka ndodhur për vite me radhë që ne Komisioni Evropian, që është qeveria e Bashkimit Evropian, që merret me të gjitha proceset, që i monitoron, që i analizon, që nxjerr konkluzione, i thoshte vendeve antare, Shqipëria duhet hapi negociate. Vendet antare mblidheshin 27 dhe dilte njëri ose tjetri. Mirë jo, se ka dhe diçka tjetër. Në fakt nuk ishte me ne. Ishte halli i tyre, puna e tyre. Nuk ishin në kushtet dhe nuk e kishin dëshirën në atë moment hapnin derën. Dhe kështu ka ndodhur në historinë e Bashkimit Evropian. Dera është hapur, janë futur disa vende, është mbyllur për një kohë caktuar. Është rihapur, është futur një vend, është mbyllur për një kohë caktuar. Dhe prandaj
kur i dëgjoni që thonë, ore, qatë bëhet shumë me këtë Edi Rama, si vjen turp. 3 herë, 3 mandate, na ka thënë, do shkojmë në BE, tani thot, na duhet dhe mandati 4 që t'ju qojmë BE. Tani, si pas këtyre, kjo është diçka për turp. Sepse përderisa ne nuk e bëm dot për 3 mandate, nuk e meritojmë mandatin e 4 si pas tyre. Mirë po, ju duhet i thoni, po mirë mo, dakord, ndoshta. Edi Rama dhe ne, Partia Socialiste, nuk kemi qenë zot. Edhe nuk ja kemi dalë që për 3 mandate ta fusin Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Po si shpjegohet që Malizi i ka hapur negociatat përpara se ne të vinim në qeveri, në 2012 dhe nuk është futur në Bashkimin Evropian. Po si shpjegohet që Serbia i ka hapur negociatat në 2014 dhe nuk është futur në Bashkimin Evropian. Po si shpjegohet që Maqedonia e Veriut ka ndruar dhe emër dhe është bërë kandidate në 2005 dhe nuk është futur në Bashkimin Evropian. Si shpjegohen këto? Ndërkohë që ne Shqipëria i kemi hapur negociatat vjet. Dhe neve, Bashkimi Evropian, na ka vënë përpara në tavolinë një plan dhe na ka thënë, bijem dakord që deri në 2027 i mbyllim negociatat? Ata çyrykët do t'ju thonë lloj broçkullash. Por e vërteta, përgjigjja e pyetjes si shpjegohet është kjo. Bashkimi Evropian e hap derën kur është gati të hapi derën në bazë të konsensusit të 27 shteteve. Nuk e hap derën kur ti e gati e thjesht. Ti mund t'jesh gati, dorish do presësh. Normal, ata janë brenda. Dhe për arsye jo vetëm tonat, sepse unë thosha gjithmonë që s'ka rëndësi, ne këta na refuzuan e do vazhdojmë. Nuk po na refuzojnë se ne nuk kemi bërë detyrat, po na refuzojnë se këta nuk e kanë mendjen që ne. Ne do vazhdojmë dhe në momentin kur do vinë ata në mendje që të shohin a jemi ne gati, ne duhet jemi gati. Dhe ja ku i gjendëm sot bashkë me Malin e Zi, që Malizi ishte yhy. Malizi, Serbia ishin yhy. Ne ishim një vend në 2013, 2014, 2015, po ju them që na shikonin me bezdi. Me bezdi, buzëqeshnin me zor, as nuk na llogarisnin fare. Nuk na llogarisnin fare. Mos harroni që kur ne morëm detyrën 2013, në Tiranë kishte vite që nuk vinte një i parë i një qeverie europiane. Vite. Dhe sot është hapur dera. Tani, kjo dera hapur duhet shfrytzuar, se mund të mbyllet. Dhe pastaj mund të mbetemi jashtë derës për nuk e di sa vite. Qa do të thot kjo? Do të thot që negociatat për 3 vjet, pra i kemi filluar vjet, e kemi afatin deri në 2027, i ka vetëm Finlanda, po Finlanda është komplet rast tjetër, nuk ka lidhje me vendet ish komuniste. Asnjë nga vendet ish komuniste që janë bërë antar të Bashkimit Evropian nuk ka pas negociata më pak se 6, 7, 8, 10 vjet. Ne kemi mundësinë të mbyllim për 3 vjet. Po kjo do të thot që duhet të shfrytëzojmë çdo ditë. Negociatat me Bashkimin Evropian janë një marrëveshje mbi një volum letrash që janë më shumë se 250.000 faqe. 3 milion faqe e kusur, ku hyn ekonomia, drejtësia, industria, mjedisi, ajri, ujrat, zogjt, peshqit, vezët, pulat, çdo gjë. Çdo gjë që ka të bëjë me shtetin. Janë 1000 vetë paka shumë nga ana jonë, në përzyra,
të ndarë në rreth 36 skuadra, janë 1000 vetë nga ana e tyre që merren pjesë për pjesë. Dhe kjo duhet bërë për ditë për ditë, dhe unë nuk e egzagjeroj, po t'ju them, Pashkët, Bajrami, e Djela, e Shtuna nuk kanë lidhje me punën për negociatat, dhe ata njerëz, dhe me gjera fjala shumica janë gra dhe vajza, që merren me negociatat, punojnë pa orar. Qoftë dhe për këtë. Imagjinoni ne shkojmë në 11 maj, si të çoroditur, hymë në, jo ne këtu, po flas teorikisht, hymë në zgjedhje dhe vazhdojmë diskutimin. Ç'a do zgjedhim? Ç'a do zgjedhim mes interesit të një populli tërë dhe hallit të një njeriu të vetëm mbi 80 ca vjeç që vazhdon do ta mbaj peng këtë vend për kusurët e tij. Se kjo është e vërteta. Ç'a do zgjedhim? Midis interesit të një vendi të tërë dhe interesit të një shtëpie të vetme. Ç'a do zgjedhim ne midis me Shqipërinë në BE për të qenë më në fund edhe ne me Europën, njësh apo me kënetën e me bufin e kënetës prap në grop nga e para, se kjo është zgjedhja. Dhe sinqerisht se u fol këtu për mandatin. Tani, po t'jetë puna për mandatin e 8, ne e dim shumë mirë që si mandatin e 8 në Durrës, si 71, 2, 3, 4 mandatet që duen për të pasur qeverinë, ne i marrim qoftë edhe thjesht dhe vetëm duke bërë atë që kemi bërë gjithmonë. Shumë punë, patjetër, por nuk na i marrin dot. Si marrin dot? Çështja është që ne na duhet diçka më shumë, jo për mua, sinqerisht jo për mua, as për Anin, as për... Ne na duhet diçka më shumë për të pasur një vazhdimsi në negociata dhe për mos u ndërprer asnjë sekond. Dhe negociatat janë diskutime, dakordsi, dhe kur bëhet dakordsia që ata thonë do bëni këtë, dhe ne i themi do ta bëjmë këtë, kjo duhet të shkojnë në proces, duhet të miratohet qeveri, duhet të shkojnë në parlament, kërkojnë vota, kërkojnë mbështetje, kërkojnë shpejtësi, sepse çdo ditë është shumë e rëndësishme. Parafitëroni tani këto procese të shkojnë, të kalojnë nga kërneta. Nuk na del llogaria e ditëve që të merrem me kërnetën, se nuk po llogaris fare variantin që Shqipëria të çoj bufin në Bruksel, që të merret me antarësim. Se ta imagjinosh vetëm që papritur e pakujtuar, mbasi ne atyre ja u përmbysëm komplet imazhin për Shqipërinë, mbasi ne atyre ja u bëm Shqipërinë një vend të respektuar, një vend të vlerësuar, një vend besuar, mbasi ne atyre troç muhabeti, ju mësuam që ne nuk na shohin dot nga lart poshtë, pavarësisht se mund të jenë më të mëdhej, mund të jenë më të fortë, më të pasur, nëse jemi ballë për ballë, do na shohin sy në sy, ne japim respekt, do të na japin respekt. Mbasi ja kemi mësuar gjitha këto, imagjinoni u tani që ata të marrin vesh, shqiptarët vendosën që juve do flisni me bufin. Si bëhet jo? Do flisin me bufin që në çdo fjalim i fiket lampa 3 herë. Qatë shkojete? Shkoj t'i thot do t'ju ngre tavanin atyre në Bruksel. Këtë nuk po e llogaris. Dhe tjetra që është shumë e rëndësishme. Ne na duhet që të kemi parasysh në 16 maj në Tiranë, te shehi Skënderbej,
do vi gjithë Europa. Jo vetëm Bashkimi Evropian. Jo vetëm Bashkimi Evropian. Po do shkulen të gjithë nga Londra, në Ankara, në Baku, në Kiev, Stockholm, gjithë. BE dhe jo BE, të gjithë ata që janë antarë të Këshillit të Evropës. Do vinë të gjithë atje, te Skënderbeu, te profeti i historisë tonë kombëtare, bashkë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, bashkë me drejtuesit kryesor të bankave të zhvillimit, gjithë. Tani, e kuptoni nëse çfarë ndryshimi ka nëse ata zbresin. Dhe kur ata zbresin, populli shqiptar ka vendosur t'ju thot me një shumicë më të madhe se sa një shumicë e thjesht aritmetike, që ne, populli shqiptar, kemi vendosur që brenda 2027-ës do t'i mbyllim negociatat dhe brenda 2030-ës duam të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Është shumë e qartë. Faleminderit. Tani vim te pjesa e fundit. Pse tani unë bëj mbledhje vetëm me gra dhe me vajza? Se ky ka fillu të bëhet problem për burrat. Por dëgjoni këto, burrat që bëjnë problem këtë janë gjysman, janë çyryk. E dim se janë çyryk. Se dhe unë, nëse nuk kuptoj rolin e gruas time dhe nuk kuptoj pozicionin tim në krah të saj, unë jam gjysmak, jam çyryk. Dhe Shqipëria, po ju them Shqipëria, përpara se ne të bënim këtë revolucion dhe të hapnim rrugën për kaq shumë gra që të hynë në procese vendimarrëse, ishte një vend gjysmak, sepse pjesën vitale të domosdoshme, gjysmën më të mirë të saj nuk e kishte në funksion, përkundrazi e shtypte, e diskrimimonte edhe e anashkalonte. Shkove, kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Kur ne kemi filluar këtë rrugë në Partinë Socialiste, se s'po llogarisa Këneta burra dunjaja. Keni pa? Këneta, lëri ata tamam. Mire ke, lëri, varja, burra, gjithan. Po në Partinë Socialiste kishte 12% gra. 12%, 90% burra, të merë. Imaginoni ju tani të keni në shtëpi 9 burra dhe t'jeni vetëm. Një edhe mezi. Imaginoni të keni 9. Kështu është, imaginoni si kur shtëpia ju të ketë 9 burra edhe ju aty tek poll. Qa ti përshë ata shtëpia? Kështu ishte Shqipëria. Partia Socialiste 12%. Sot kemi 20% gra. Nga 100.000 antarë, paka shumë, kemi afro 39.000 gra. Por nuk duhet ndalemi. Ju nuk duhet ndaleni pa u bërë 50.000, pa u bërë 50%, madje 50% edhe një më shumë, një vetëm. Parafytyroni më shiko, se këto gjëra janë thjeshta, po zëri, parafytyroni ju të gjithë gratë e Durrësit, edhe vajzat vendosin të marrin tragetin të ikin një muj. Ikin. Mbyllni telefonat, ikni një muj. Gjithë që jeni gratë e vajzat të Durrësit, ikni me traget, kroqer, një muj. Parafytyroni tani, kur ktheheni në Durrës, qa gjeni këtu? Qa gjeni këtu? Qa të them, të merë. Burra duke ardhë vërdalë që vetëm bishti nuk ju ka dalë akoma. Të merë. Lesh deri këtu era, të merë. Parafytyroni të kundërtën, po sigur të hikin gjithë ata qaj gjë në Durrësin asë gjë.
Madje jo nuk e gjen asgjë. Sigur t'ikin një muj burrat nga Durrësi, komplet gjithë, t'jen vetëm gratë dhe vajzat, në Durrës e para nuk ka më asnjë të deur. Asnjë. E dyta s'ka më asnjë sherr me të shame nga ato. Se sherrë grash ka, po ato janë i qik më... Në Durrës nuk hum më asnjë qindark në Bigjos. Zero. Në Durrës nuk gjen më asnjë bisht cigare për mall, për tokë. S'ka. Vazhdoj t'i numëroj. Plot ka akoma. Megjithatë ne nuk jemi këtu për të ndak të punë kështu kaq keq, por ama unë jam shumë krenar që Partia Socialiste, dhe këtu e kam unë gjithë besimin që ne doja dalim, se 56% e grave dhe vajzave në tërësi në Shqipëri votojnë Partinë Socialiste. Ke burrat është qik më e ngusht, kupton, ke burrat. Dhe qatë the mund tani për atë pjesë burrash që dunë kënetën, si të mund tani janë janë. Ata mund t'jenë shumë të mirë në jetën e përditshme, po janë çyryk komplet kur vjen punat e përgjegjësia politike dhe shoqërore. Shkosh mas kënetës duke qenë prind, ti mund t'jesh demokrat sa të dush, po t'jesh prind, të kesh një vot, ke fëmijë në shtëpi 12 vjeç, nuk ka vot fëmija. Nuk ka vot. Por fëmija mas 5 vjetësh do jetë 17 vjeç. Vota jote për atë fëmijën do të thotë që nëse ti kontribon që Shqipëria të bëhet antare BE-s, atëherë ti fëmijës tënd në momentin kur bëhet 18 dhe do të shkoj të studioj në Europë, i jep pasaportën europiane. Dhe duke i dhënë pasaportën europiane, ti nuk i jep fëmijës tënd një dokument udhëtimi, se pasaporta që kemi ne sot është dokument udhëtimi, pa viza, po udhëtim. Lëviz, për të ndalon dot. Kur shkon atje, ju e dini shumë mirë, se ju shkoni e vini shumë me Italinë, keni zakon këtë ka 2000 vjet, edhe në komunizmi e ndërprehu, po kur shkon e vjen atje, të ndajnë anash. Ku po shkon, kush t'ka ftu, sa lek ke me vete, sa do rish, a keni hotel të rezervum, dhe pastaj ti akoma s'ke hy, je këtu, kur do ikësh? Kur do ikësh? Sepse je i huaj, nuk je banore me drejtat barabarta e asaj familje. Nuk je jashtë vizës. Në momentin kur ti merr pasaportën, ti je njësoj si ata. Dhe fëmia, dhe sinqerisht ja u them gjithë prindërve demokrat, atë vot nuk e keni tuajën ju atë vot e keni dhe të fëmijëve. Dhe nëse ju zgjidhin kënetën për fëmijët tuaj, unë nuk e di më se qa emri meritoni, sepse duke investuar për Shqipërinë Europiane, duke dhënë fëmijës pasaportën, minimumit, student në Europë, fëmija, nuk do të detyroj ty të paguash 10 herë më shumë se sa një student atje. Por fëmija atje është njësoj si ata. Ju keni shumë njerëz dhe ne kemi plot që janë regjistruar në Durrës nga Italia, nga emigracioni për të votuar. Tani, a mund të diskutojnë ata me ne apo me kënetën? Kush ja u ngriti kokën atyre në Itali? Që deri dje tremeshin kur duhet thoshin jam shqiptar. Kush i bëri ata që sot kur flitet për Shqipërinë në Itali, flitet vetëm mirë dhe është kthy bota përmbys tani më shumë dun italianët të vinë të bëjnë turizëm këtu se dun shqiptarët të shkojnë në Itali për turizëm. 1 milion italian vjet. Dhe
kishin merakun e pensioneve, edhe pensionet ja u zgjidhëm ne. Por, pse ju duhet atyre Shqipëria? Se ka ca qyryk tjerë që thonë, ikëre, do na fuzësh ti mbëje, ne jemi mbëje. Kush jeni mbëje? Të jesh në bëje si emigrant, si punëtor, me dokumenta, me leje pune, e tjerë, nuk është t'jesh me një pasaport europiane të Shqipërisë. Kur je me një pasaport europiane të Shqipërisë, ti je atje njësoj si italiani në çdo gjë. Madje njësoj si italiani duke qenë shqiptar, jo me pasaport italiane, me pasaportën shqiptare. Atje ti mund të kandidosh për këshillin e komunës, për këshillin e bashkisë, edhe për kryetar bashkie. Mund të kandidosh edhe për në Parlamentin Evropian nga Italia. Vetmja gjë që ti s'bën dot me pasaportën shqiptare të BE-s është bëhesh deputet italian. Normal. Po ata vlezër dhe motra që kemi në Greqi, që akoma jura goja dokumentat. Kur do marrim dokumentat? Dokumenti shëndrimit, dokumenti punës, dokumenti këtu, dokumenti, po pensionet dhe pensionet. Në momentin kur ne marrim pasaportën europiane, ata mund të rrinë në Greqi në breza dhe i kanë të tëra njësoj si grekët. Automatikisht. Dhe të gjitha atyre që janë jashtë, që Shqipëria ju duhet më e fortë, ju duhet më e mirë, ju duhet më e zhvilluar, ju duhet Shqipëria në BE, sepse në momentin kur ne hymë në BE, ne kemi me një herë një buxhet ekstra. Ju kujtohet Covidi se folëm në fillim. Pse nuk morëm ne vaksina, siç morën italianët, siç morën grekët, siç morën tjerët, dhe mora unë vrapin shkova deri te Pfizeri në Amerikë duke ju lutur atij, e pastaj shkova në Ankara te presidenti atje dhe i morëm fillimisht vaksinat e para nga Turqia. Pse? Sepse nuk jemi antar të BE-s. Nuk jemi antar të BE-s. Bënin komente, shiko se Greku po na jep këtë, Greku po na jep atë, po ti pse s'ja jep? Ç'a jep te Greku? Ato janë para ekstra që BE-ja i jep vendeve kur ka një krizë. Se BE-ja është një familje, është një shtëpi e pasur dhe kush është brenda funksionon me rregulla bashkëjetese që kanë në themelin e tyre dy kategori. Vendet kontribuese, që janë Franca, Gjermania, etj, dhe vendet përfituese, siç do jemi ne kur të hyjmë në fillim. Kontribuesit janë më të fortët, më të pasurit, më të mëdhenjt, që ndihmojnë më të vegjëlit, më të dobtit që të rriten. Dhe nëse dëgjojeni këtë, nëse deri më sot, në këto vite, ne kemi marrë nga BE-ja mbështetje 1 miliard euro e diçka më shumë, si antar të BE-s, çdo vit ne marrim këtë shumë. 1 miliard euro e diçka më shumë. Po e di ç'a janë 1 miliard euro e diçka më shumë çdo vit për Shqipërinë? Janë një buxhet tjetër komplet. Dhe me atë buxhet ne kemi mundësi të bëjmë shumë më tepër. Edhe investime, por edhe lëvizje të fondeve për të bërë më në fund dhe atë që e kemi një detyrim të madh dhe që duhet i dalim për zot në mënyrë tjetër, rritjen e pensioneve. Dhe shikoni këtu, ç'a marrim nga BE-ja. Kështu siç jemi sot, 90% është borxh. Borxh me interesa të ulta, kredi e butë, po është borxh. Kur je antar i BE-s, 90% është para që vjen për ty, nga arka e përbashkët. Si mund t'i diskutojmë ne këto dhe të vëmë diskutim që do bëjmë këtu në Durrës, a do votojmë për Shqipërinë 2030 në BE, apo do shkojmë mbas asaj Shqipërisë të mustaqeve madhështore të Kujtim Gjusit. Si do ta bëjmë ne këtë? Si do ta bëjmë këtë? Dhe këtu në Durrës ne kemi një skuadër deputetësh ku 50% janë gra dhe vajza.
Prandaj, unë do t'ju lutesha shumë që të kuptojmë bashkarisht që 3 javë ikin shumë shpejt. Por ama në këto 3 javë ne mund të bëjmë diçka që s'do harrojmë kur. Ne kemi bërë zgjedhje plot, kemi fituar, kemi gëzuar etj, por nuk është se i mbaj mend shumë. Ato që ikën. Këto zgjedhje do t'i mbajmë mend, siç mbahen mend zgjedhjet e marsit të 92-shit. Në mars të 92-shit, shqiptarët masivisht votuan Partinë Demokratike, jo se o ishin me Partinë Demokratike të gjithë, po sepse ato zgjedhje ishin për të ndarë historinë, për ta mbyllur një kapitull gjatë me një sistem që ishte rrëzuar dhe shqiptarët i vunë kapakun dhe për të hapur një kapitull 3. Dhe prandaj, ajo ishte koha, a ishte vendi dhe Partia Demokratike ishte aty e vetmja mundësi. Ka që vërtet është kjo, sa ca muaj më mbrapa kur u bën zgjedhjet vendore, shumica e votoi kundër. Por ama me historinë shqiptarët e kishin bërë hesapin dhe e kishin mbyllur hesapin. E njëjta gjë është në 11 maj. Është kohë e dur, është vendi i dur. Dhe vetëm ne, po ju them vetëm ne, kush thot, jo më se mund shkojmë BE edhe në tjerët, nuk kupton fare, as nuk e ka haberin si funksionon BE-ja dhe çfarë është këtu në lojë. Këtu në lojë është fati europian i kombit ton. Nuk është një histori e lagu se lagu, jo më pëlqen Edi Rama, jo s'pëlqen Edi Rama, jo kush është ky, jo kush është ai, jo kush jemi ne, jo kush janë ata. Nuk ka lidhje fare. Kjo është mënyra se si ne na erdhi fati në dorë. Si shqiptar, jo si socialist, po e përsëris. Ne gjendemi këtu. Mund të kaloj një jetë njeriu, mund të shkoj 30 herë në votime dhe nuk i qëllon që tjetë pjesëmarrës në një palë zgjedhje që lidhen me historinë e vendit vet. Vazhdon jeta demokratike. Ne na qelloi 11 maj. Duhet ta bëjmë. Duhet ta bëjmë realitet. Dhe demokratëve, se këtu Durrës keni demokrat plot, ju them që kjo është një mënyrë edhe për të shëruar atë palo parti, sa as parti nuk është më. Duke tharë atë kënet dhe duke lënë të rilin diçka aty. Tani jo se mua më ha shumë meraku që do ndodhi me ata, fare. Por, logjika e do kështu. Ne ishim në Kavaj sot në mëngjes. Në Kavaj, që me gjë Kavaja me 2 gishta më, dhe 2 gishta më, ato 2 gishta na u bën. Edhe primaret. Kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës fiton primaret në gjithë Tiranë. Nuk është listën e deputetëve as gjikundi. E hëngri bufi. Dhe jo vetëm ai, po ka plot dolën në primare, a i sigur i tha, po dilni t'ju shofi herë, kush jeni ju që qekeni me vota? Edhe trak, i kullufitit gjithë. Tani, demokratët nuk kanë përtarën pushtet edhe ca kohë, po të paktën të mos shkojnë keq, e më keq, se dëgjoni tu që po ju them, në 11 maj, unë nuk e di, akoma kur shkojnë kuq do të shkruaj rezultatin, po ditë them të, ne do të marrim fitoren e 10 dhe do t'jetë një fitore me notën 10 për ne dhe ata do të marrin rezultatin më të keq mbas atij të 97-s. Këtu do jemi. Sepse ato meritojnë, ato do marrin. Por, nuk është puna përsëri po e them se çdo marrin ata. Puna është se sa ne
në 11 maj gjithë bashku do jemi në gjendje që të shkojmë përtej kufirit të partive dhe sa ju, se te ju e kam gjithë shpresën unë, te ju, se burrat ulen atje në kafe edhe fillojnë jo PS-ja, jo PD-ja, jo ky, jo ai, jo këto, jo ato. Sa ju, se kush ju ka dhe burrat, djeta. Do arrini me fqinje, me shoqe, me kushurira, me krushka, me kudi unë qakeni, që ti të rishni dhe ti bindi. Dhe sa do t'jeni në gjendje të rishni shoqe, mike, demokrate. Dhe në rastin më të keq, ti thoni veje burrin në gjumë atë ditë. Se si e din vetë ato, nuk e di. Veje në gjumë burrin. Mos dali fare. Hiq. Mos shkoj fare në votim. Se janë ca që thonë nuk votoj kurru për... Po mirë, mos voto për Partinë Socialiste, dakord. Po ta shi gjithë to zonja këtu. Jagu është. Qa ke me Klodin, për shembull, demokrat. Doktoresh. Ka shërbyer atje. Ani e prezantoi, tha, doktoresha e zemrës. Se Klodi është doktoresha e zemrës tonë, po është dhe doktoresh për zemrën e Miletit, se është kardiologe. Je demokrat ti që nuk e boke do ti atë krim që të votosh për komunistat. Okej, voto për Klodin edhe mos voto për ne. Po Klodi t'jepja të paktën. Edhe këshu, me spond i bashkohesh Shqipërisë mbe. Ja ku është Milva. Qak lidhe ka Milva me komunistat e me gjyshin që ketit pushkatum. Jepja votën Milvës. Ja ku është antarja e Këshillit Bashkiak. Shive me sytë si Dylbi Pirati. Jepja votën. Jepja votën, se shikon larg. Edhe vajzat e tjera këtu, se për burrat pastaj nuk e di. Po të paktën për këto, ja ku janë këtu. Jepi votën. Se më thoshin mu, Edi Rama del dhe i thot vajzave socialiste, ndauni nga të dashur i demokrat. Jo mu si them ndauni. Fare, ja ju e ku jena dy. S'po ju them ndauni, po them ky është testi. Keni mundësi t'i testoni, mërë qarë janë ta njerës. Janë me men apo janë qëryk? Ti vlla kuje? Je për Shqipërinë BE apo je për Mkënet? Po të tha jam për Mkënet, do shkosh me ateti? Dhe hik Mkënet, mirë pafshim. Ka quna tjerë dur si plot. Që mua betë shkë? I thot Edi Rama ndajni. Jo mos i them ndajni, unë i them shpëtojni. Merrni me vete, mos i linë shkojnë Mkënet. Merrni me vete, drejt BE-s, jo Mkënet. Po thaj, unë du të shkojnë Kërnet, se këshu më ka thonë, baba. Po hikre, mirë pafshim. Apo jo? Dhe një porosit fundit kunatat, kujdes kunatat. Aty sigurohuni 2 herë, që i keni me vete. Shumë falimderit. Shumë falimderit. Ishte kënaqësi e madhe, edhe jam i bindur që me ju do marrim 9 mandate në Durrës.